Përshëndetje, deshta me thonë diçka su kur t'i shënkon patriota në 2015, kur e kanë votu gjykatën speciale, me 17 s'kishëm pas nevoj me dalë, hesh në protest, po kishëm dalë, kishëm festu, kishëm knu, kishëm këcy, kishëm ladru për ditën e pavarësisë, e jo tash në ditën e pavarësisë më marrë me protesta. Tash është ditë proteste, a ditë gëzimi, se na keni përzi këtë farë ditën, as më shumë e gjetë, burë një ditë për masa, një ditë për para, a një java e protesta është njëjtë bre burë. Atë se jo politike po thojnë, po gjithë shka mundet me konë, mo veç politiko ma shumë të kjo punë. Me lanë ditën e pavarësisë, me lanë protest, po më pas qua atëherë 200.000 që po thojnë kanë marrë 200.000 e 300.000, inshallah dalin edhe 400.000. Po më pasu që ta gjenë në atë kohë, s'kish pas nevojë sot me hargju gjithë të pare me shku në protesta, e shkoja nej, e ladrok nej, e të pushte për vjetë. Njëherë me pas dalë 200.000 në 2015, ma për ton jetën ishëm kanë rahat, s'kishëm pas nevojë hes me dalë as kurgjo. Po tash në atë kohë, kur theshëm na mos e votoni, delshin do dhe theshin ja, po nuk ban kur qysh pa votua, din. Tash vesh në gënë shka thet. Gënë. Që po e kundërshtojnë gjykatën speciale. E gati të gjithë ata që po ja kthejnë fjalën shefit, morën pjesë në mbledhjen e grupit. Shefi shka ka thonë në atëherë. Bile aty erdhën edhe zëvendësministra e ministrat e dikurshëm. Pas një ore sa zgjati muhabeti me deputetët prapa dyrëve të mbyllura, doli kryetari Hashim Thaçi, ajo ndal edhe para mediave. Besoj, por dhe ishte edhe këshill, por dhe rekomandim që gjatë javës së ardhshme. Rekomandim. Speciale. Ai tregoi dhe pasojat nëse nuk votohet gjykata speciale, që po konsiderohet si obligim ndërkombëtar shtetëror i Kosovës. Është në interesin edhe të kaluarës, edhe të së ardhmes së shtetit të Kosovës dhe e vazhdimësisë së thellimit të partneritetit me Bashkimin Evropian, me NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ai nuk tregoi se ai binte pa dëgjueshmit e partisë së tij për ta ndryshuar mendjen. Njësoj u larguan edhe deputetët dhe zyrtarët e tjerë të PDK-s. E Ganimete Moskliu që po e kundërshton specialen, përsëri nuk veproi si shumica e kolegëve, ajo u ndal para mediave. Anit po thet atëherë thet mos me votu gjykatën në atë kohë, i prishëm marrëdhëniet me Amerikën e me Bashkimin Evropian. Po tash me dal me protestua, nuk i prishëm marrëdhëniet se atëherë kur e ke votu, ke thonë që është në rregull, këtë mirë, mos me votu ka pasojat mëdhaja, kurse voton o tradhtar i kombit, i një të padishëm, i një kështu, i një ashtu. Tash, apet padishëm, e apet tradhtar, qaj që është kundra juve, burë. Atëherë tradhtar, sot tradhtar, nesër tradhtar, ama veç jo patriota, edhe nuk e di ka dënë me shku kështu. Pse quhet njeri, thet e njeva një deputet për dykës, tha gjykata është drejt për zdrejt e Serbijës. Po qysh bre, në qësë është e Serbijës, se qysh e votut, pra, që to s'po mëj me kuptu, a është e Serbijës, okej, po edhe unë po them që është e Serbijës. Ama pse votut, kur e keni di që është e Serbijës, pse votut? Se me zërtë qef ka morë dorën kërkush me që për pjetë bre? E tash pa në ku, jo, pa anena e po kënjena. Vete keni votu, burë, vetë anena, vetë tash sët, një fjallë me folë dikush, a, kjo tradhtar, e kjo tradhtar. Pa atëherë tradhtarin jo që keni votu, që keni që dorën, 82 deputetin e konë që keni votu. Edhe sët shitit patriota. Unë veti njën e tha do me shku në protest, ashtu në nuk mëj me shku me një protest, me mdall për para me folë që ka votu gjykatën sot më shit patriot mu, edhe me dalla në binë me folë unë me ngu ato, aje ka votu gjykatën speciale, unë me ngu ato. Thash, vesh pak do të më nalë me menu,
Qysh mundet njeri me shku në atë protest ato, me ngu që ata njerës që kanë votu, me dal me të folë për para. Që se e thirë dikush tjetër, okej? Ama për të thirë për dykëja protestën, pse e ka votu vetë gjykatën, tash del vetë kundra asajna, s'pëtim shka me bon. Juve për janë nërmen shumë vënd. Su kërë e plaka, kërë kështë pas kry punën, e msheli deren me sholl, tha ma, tha s'ka me ndodhë. Pa hajve që kështë pas kry punën. E jo, për kry një punë, për hinin me nërë me thonë, fellë ma fellë në mëtë, e tani, jalla për kena gabu atëherë. Pa në delë thëj pra, kum gabu, kërkoj falje, sa shkurgjon. Ama jo me nashit men tash në ditë sodet me mdall ato, qaj njëre që ka votu me mdall ato për para dhe më thonë rënoftë që këja e poshtë gjykata, a vetë e ka votu. E unë do të me rejshë plak për qatë njëri. Pës moj me rejshë plak për ase njerëzun. Po jo po ti je kundra atina ti, jo unë jam kundra hajnav, kundra që atyne që kanë votu gjykatën speciale, kundra që atyne që kanë votu gjykatën kundra UÇK-s, se sot për dini, për thani që gjykata është kundra UÇK-s, në atë kohë kërë keni votu, kur s'keni thonë që është kundra, keni thonë është për të mirën në UÇK-s, në atë kohë keni thonë gjykata, nëse votohet gjykata, është për të mirën, se jo e la, një është për la, një anena, jo kënena, e tash për dilin për më thani jo, jo po kështu, jo pa ne, jo po kënej. Në ka me dy biga nuk shkon njeri. Do të sa nena ose kënena, s'ka rrugë tjetër ato. Opa!